kontrol. Po ta të keni shumë që të zgjidhin sa. Kjo është ideja. Ja ta ham të kokë. Mos të vjeli atë Kryesorja. Sa bën ambalazhi, s'bën ajo. Çka ka? Nar Greku e shiste arkën, e shiste kilën me 4 euro, ne këtu me 2200 lekë. Sot që Greku ka fundurinën, ne kemi cilësinë, ata na përmesin Grekun. Për çfarë përmesin Grekun këta në këtë arsye? Pikat që mbledhin këtu na përmesin Grekun. Që lidhje ka Greku? Para një javë një tregtar tjetër na përmeste ne që Greku ka futur Reçelin. Ne kemi njerëz tani se kemi familjar plot. Nuk ekziston Reçel, na kanë thënë në Greqi për momentin. Kaq kisha. Janë pikat. Pikat e grumbullojnë me 5000 lekë. Turp faqe zez. Ne me ato nuk lejmë dot as punëtor, as arkën, as ti themi kapaçkën. Për ne këtu janë të lidhura shteti bashkë me gjithë pikat, janë të lidhura bashkë edhe s'duan të dim fare. Neve punojmë kot, rrojmë kot. Ndjeni vetëm të braktisur në fatin tuaj. Ne kemi 13 vjet jemi të braktisur. Jo sot. Bile ata kur na shikojnë ne kështu që hedhim lule shtrydhat, bile atyre u bëhet kefi. Ata gëzojnë. Ku duan ata që të se po ne po urritmi që ne jon bëjmë mezetora, zëm rrugën, bëjmë këto gjërat, s'llon din ata. Ata duan që neve të vuajmë. Të na lënë kështu në mëshirë fatit. Kryesorja me fjalë është shteti, duhet veri dorë patjetër. Po me këtë shtet korruptuar, të pocaqisur, të servilosur, çatë më unë që kemi ne. Ta bëj qëllimisht që ne të ikim, të largohemi. Nuk vinte ne këtu, ja. Ja, kjo është kryesorja këtu. Leshtrydhes, i bëjmë thirrje shtetit të ndërhys sa më parë, të shikojmë me sa shesin pikat e grumbullimit, me sa e nxjerrin jashtë dhe me sa paguhet fermeri, në realitet. Jo qa thonë mediat andej këtej, qa ndodh këtu në zonë e Leshtrydhes. E para, e dyta, u premtua nga ministri i bujqësisë për të gjithë zonën e përmbytur këtu, s'ka ardhur njëri fare të shikoj. Për të gjithë përmbytjen e që bëri Vjosa. E treta, i bëjmë thirrje qeverisë, tuli koston e naftës për bujqësinë, sa ja jep peshkimit, që edhe ne tulim koston e prodhimit. Edhe të subvencionoj fidanët, sepse pos ndodhen këto gjëra nuk do mbidhet me Luleshtrydhe këtu në këtë zonë. Do falimentojnë të gjithë. Kaq kishim. Faleminderit. Thirrje tjetër. Biles kjo është shkaktari kryesor që ne na ka penalizuar edhe në çmim. Te kjo punë dale. Për të pjesën e bios, më fal. Jam me provë fakt. Dakor. Për pjesën e bios unë jam një ndër fermerët që kultivojnë lështyrë bio. Edhe kush do qoftë që do të kryej analiza mund të vitet toka ime sepse unë përdor mikroorganizma dhe elementet që nuk përbëjnë fare asnjë lloj pesticidi. Edhe kur kam vajtur tek pikat e grumbullimit më kanë thënë që nuk më intereson se çfarë prodhon ti. Nëse unë përdor pesticida ti të intereson? Kaj kisha. Ky është një Ta problem. shpjegoj me fakte me prova. Shiko tani. Gjëja që neve na penalizon më shumë, domethënë nuk shitet Luleshtrydhja, flasë për treg vendi se bota e di shumë mirë se qysh është Luleshtrydhja, qysh bëhet, qysh ka kontrolle, ka analiza, ka të gjitha. Për konsumatorin vendas. Kjo është Luleshtrydhja. Ja. Tani vetë shkolla, unë sapo e shkolla. Tani. Na rënja kështu deri lart. Kjo është Luleshtrydhja. Tani, këtu kemi frut prodhimi që vilet sot. Ky këtu bëhet për 3-4 ditë. Kjo e bardha këtu, 2 sekonda. Ky bëhet për një javë. Ashtu. Ja dhe kesh bio. Po. Kjo këtu është lulja. Tani, të lutem shumë, të vi ministri i bujqësisë këtu. Dhe të më thot mua ose specialisti më i mbaruar i bujqësisë këtu, të më thot mua se ku e kemi hedhur ne Luleshtrydhës këtu hormoni. Te kush kokër? Te kush kokër kemi hedhur ne hormonin këtu? Këtu, se këtu ka të kuqe, ka dhe të bardhë, gati më pjekje, ka dhe roz, ka dhe lule. Kjo është frut që prodhon 9 muaj rresht. Tani,
Të lutem shumë, ku e kemi futur në hormonin? Kemi marr atë gjyqparën edhe o kemi futur këtyre të kuqeve. Po di se sa kokra ka një dylim lështryde apo jo? Ne i bie të ngelim vetëm futim gjyqparën këtyre me nder në Sumatriçe. E kupton apo jo? Ky është, të lutem shumë edhe një herë, ky është kryesorja. Se të gjithë ata që kanë lek, kanë frikë të hanë lështryde. O zotrinj, më dëgjoni edhe një herë, ja ku është lështrydhja, ja. Tani sa shkula, nga rrenjit deri këtu ja. Ja ku kjo është lështrydhja. Tani tu mbushet mendja një herë mirë. Kjo është, ata që sqarova, dhe nuk kesh frut për ata që s'ka lek. Kjo është frut luksi. Kush ka lek, le ta blej. Kush nuk ka, taj fasule. Sepse ka kosto, Kaq kisha, nëse ju gjen gjë nga konsumimi i luleshtrydhes. Mbaju përgjithësi vetëm në Burg ose më varni tek mes Tiranës. Do ishte më mirë sikur në këtë zonë të kishte një laborator që luleshtrydhja joj të certifikojë. Pra luleshtrydhet që ikin në dalin eksport janë gjitha certifikuara, janë gjitha me analiza të bëra, nuk ikin njëri. Flasim për konsumatorin vendas në këtu. Sepse në gjysmë mallet ikin andaj, gjysmë mallet ngrihet këtu. E njëjta është ajo, çfarë del analiza atje del dhe këtu. Për konsumatorin vendas. E njëjta është. Thjesht ndryshon cilësia, mund ndikoj pak te cilësia tek kualiteti. Një ishje apo dy ishje, se do detyrimisht ajo ikën më shtrenjtë, këtu ikën më ulë sepse ka fuqi blerës. Është një problem i përvitshëm, kjo që pikat e grumbullimit nuk vendosin një çmim. A duhet ishte marrë një mas tashmë? Nga fillimi i sezonit deri në fund sezonit asnjë pikë grumbullimi nuk vendos çmim. Këtu ikën luleshtrydhja ikën pa çmim. Problemi tjetër që kemi ne kryesor këtu është ne për punën e këtyre ilaçeve të forta, më the thash. Ne kemi problem, është një insekt, mirë më ka kuq, o çuna. Ne sot jemi mbledhur, domethënë arsyeja kryesore dhe më e rëndësishme është që ne nuk po na shitet prodhimi. Në ka vajtur në kushtet më minimale dhe po shesim me humbje. Në çmim 5000 lekë, 4000 lekë, ne jemi nën kosto. Kjo gjë ndodh 5000 lekë, 4000 lekë. Arka, dhe më një bie 800 deri në 1000 lekë kilja. Kur ne kemi 4,5 kosto. E një arkë luleshtrydhe. Dhe më jemi aty ose 1000 lekë minus. Në kulmin e sezonit. Tani është kulmi i prodhimit. Sa duhet ishte çmimi që ty leverdist? Çmimi duhet i luleshtrydhes në të gjithë sezonit duhet mos të biri nga 2000 lekë kilja, domethënë nga 10000 lekë arka. Që të justifikohet puna që bëjmë neve, sepse ne ky është me risk të madh. Domethënë hes 5 milion, 6 milion për të marrë 2 milion. Nëse ne tani kemi hedhur 5 apo 4 dhe marrim 3, i bie humbasim 2 milion lekë për dy lym. E kupton apo jo? Si ai që ka një dy lym falimenton, si ai që ka 20 prap falimenton. Pikat e grumbullimit si e vendosin çmimin? Pikat e grumbullimit nuk vendosin çmim fare. Ky është problemi kryesor. Që neve e çojmë, domethënë mallit e pikë e grumbullimit, po pa ditur çmimi. Pyetja më me spes që mund t'i bësh i fermeria, apo pyetja më çfarë të them mund t'i bësh i fermerit ta pyesësh sa është çmimi, ai nuk e di. Ju keni marrë informacion me sa shesin pikat e grumbullimit në treg? Informacioni është, domethënë, nëse këtu sot ikën për shembull me 5000 lekë, atje për momentin mund të iki 9 deri në 12000 lekë. Arka, gjithmonë flasim me arka. Mos ngadrohemi me kile. Tani kjo është. Domethënë ai 2000 lekë, 3000 lekë që do na ngelet ne për ark, ngelet rrugëve. Se këtu lufta për ata bëhet. Për 2000 lekë për ark. Ai 2000 lekë. Grumbullimi ka zonë që mbledhin luleshtrydhe. Këtu mund të jenë 5-6 pika grumbullimi. Tani problemi kryesor është që duhet vej luleshtrydhja mos vej pa çmim, sepse kur vetë luleshtrydhja pa çmim te pika, është një lloj që ti varesh ujkut moshit e kryka. Edhe nga një anë ata për mendimin tim nuk kanë faj. Pse? Në momentin kur ne si kërkojmë çmim në kohën kur e çojmë mallin atje, çfarë do bëj? Nuk do abuzoj ai me çmimin? Duhet të ndërgjegjësohemi edhe neve. Duhet gjithë mos të lëshojmë mall pa çmim. Pa çmim. Domethënë, çoja çmimin atje vëlla. 500 lekë, 500 lekë. 5000, 10000, 10000. Kam informacion që disa persona që merren me luleshtrydhen ja paguan në dorë nga persona të veçantë apo dhe nga segmentet të qeverisë apo deputet për Zëra ka plot. Fliten, edhe ne kemi dëgjuar si thua ti. Por në momentin kur se kemi me fakte me prova, se atje në gjyq kur vetë pas patë fakte prova, llafosa duhesh ti. Prova dhe fakte janë ato që gjykojnë, flit. Mirë, dakord, edhe ne kemi informacione të tilla. Zëra janë ato.
Kur ka zethe, s'është pa gjë. Shiko këtu. Ore, ka shtet apo nuk ka shtet? Se të gjitha problemet i tregoj ky me sa dëgjova dhe unë. Ore, ka shtet na mbështesi? Vetëm kaq duhet. Ore, na mbështesi vëlla problemet që kemi. Sa një lavdë të vi ministri bujqësisë të shikojë dhe Vin ministri. ore vi edhe ti veri pikën në hallet që kemi neve. Ka që thjesht vëlla. Ka mbështetje apo s'ka mbështetje? Kemi shtet apo s'kemi shtet? Ka patur Ta përgjysmë. dim pas edhe mos dalim me ne si punë në për rrugë domethënë. Përshëndetje, mua më qojnë Adem Zane. Unë vjet në këtë kohë vilja 1200 tarka. Për 3 ditë bë vjen. Si vjet 600 tarka. Vjet çmimi ka qenë në këtë kohë ka qenë 8000 lekë dhe si vjet është 5500 lekë. Tani kur vin Belinda Balluku që veten në përpikat, pse s'vinte ne te fermerët? Ne kërkojmë që shteti të futet në organa të nxjerrë çmimi real të luleshtrydhës me sa po ikën sot. Unë e parë ne këtë duam na shteti. Se këta po abuzojnë me 5000 lekë me 6000 lekë. Dhe nuk duan ta din fare. Ju e keni të bazuar ekonominë familjare Po pikërisht atje te ne kjo jemi, kulturë. un kam 4-5 familje tjera që i mbajnë mbrapa për të shirë. 2 familje janë vet. Po iku kjo këtu ka marr çdo gjë ka marr fund. Nëse do të vazhdoj kjo situatë, Çfarë situatë? Ne unë bëj thirrje të gjithë fermerëve se ne jemi shumë, po ca ka mbetur të ngopur se mas e marrin në 1 lekë shuja. U bëj thirrje që mos vjelin një javë rresht dhe do vazhdojnë protestat. Për këtë jam unë, për protestë. Një pyetje kisha unë. Në këtë periudhë vitit të kaluar. Po. Një vilje sa Unë beja 1200 tarka, edhe beja 1200 tarka dhe ka qenë çmimi me 8000 lekë, 9000 lekë. Dhe si vjet na lagështia, na aftoma ne jemi të goditur dhe nuk kanë të gjithë fermerë. Edhe të përmbytrit janë gjysma të përmbytrit tani që ore nuk po ore ka shtetu apo jo, vin Belinda Balluku, vin ministri, ne di e bën për të bërë protestën sot, na u qepën kema kemës për mos ta bërë sot. Për çfarë arsye, zotëri? Për çfarë arsye na u qepën ne për mos ta bërë protestën sot? Për realitetin. Di unë një ministër, a di unë kush erdhi dias, nuk i njohim ne, çfarë ishin ata. Për çfarë erdhi dia ai? Si njohim? Vin erdhën për mos ta bërë protestën. Për çfarë arsye? I bëj thirrje shtetit të ngrihet, të kontrolloj pikat që abuzojnë me fermerët. Kaq kisha unë. të hapim sinjal, futemi, më merrin në telefon.